nuk del do të në rrugë, nuk i për në autobus. Përveç kësaj, duan të bëjnë, se kjo është i sulmi matë kundër njerëzimit në shumë drejtime, këta duan të prishin fshatrat, ku është liria, të prishin ushimet, të ndërtojnë ushimet sintetike, që kanë fillu tashma? Po, të vrasin kafshët, gjedhët, gjoja lëshojnë dioksid karboni, kur dioksidi karbonit ndihmon për gjelbërimin, sepse pemët thithin dioksid karbonit dhe lëshojnë oksigen, dhe është ushqim për pemët. Edhe është fakt, sa më shumë rritet industria, aq më shumë rritet pyllëzimi në botë. Dhe këta vetëm mashtrojnë, thonë ka ngroje globale, ka shkrirje të akujve, kur po t'i shikosh New Yorkun, Venecian, ka do me thënë foto para 200 vjetësh që s'ka lëvizur ujë as 1 centimetër dhe gjitha janë gënjeshtra. Këta sulmojnë nga ajri me avion, kanë 3 vjetë, 4 vjetë, 5 vjetë që kur filloj Covidi ishte vetëm helm nga ajri. A e kontrollojnë edhe motin sako? Si? Edhe kontrollojnë edhe kuën, apo? Po, bëjnë modifikimin e motit. Me qka? Lëshojnë plur alumini dhe boksite të ndryshme në ato shtjellat e gjata të avionëve dhe ato hapen dhe kryojnë një cipër e kështu dhe nuk të lënë diellin ta shikosh me sy dhe përveç asaj të helmojnë tokën, barin e ke pas përmend një fenomeni harp më duket, a? Jo, s'ka lidhje me fenomenin harp, ky bëhet me avion. Ngrihen avionët, Bill Gatesi me këta i ka financuar, edhe s'kan rreshtur së helmuarit gjitha qytetet po kuën, me çka e kontrollon me çatë? E botës. Koha stimulohet me sistemin harp. Kurse domethënë është bioinxhinieri kohës. Koha stimulohet me sistemin harp. Po, edhe me aparaturat tjera. Ka dhe aparaturat tjera që kryojnë ret, kryojnë shiun, kryojnë që mund të ndryshojnë domethënë kohën, kryojnë borën sintetike, shpesher ka borë që e merë ti vëzjarin, ajo nuk shkrinë, është si plasë. Një plan tjetër për kontrolin e njerëzve është goditja e zonave rurale që e thash, dhe mbyllja e njerëzve në burgjet e hapura, që janë këto që quhen smart city, qytete inteligente, që do jenë të mbushura me kamera nga të gjitha anët, dhe këta, qysh kur delti nga rrugica e shtëpisë ose nga pallati, nga hyrja e pallatit, ti do ishin monitoruar në gjithë qytetin, ku hyn, në kë kafe, ku dole, kë takove, kupton, domethënë ti do ishin monitoruar, sepse në për lokale ka kamera, në për institucione ka kamera. Tashi këta do bëjshmos t'i futin kamerat me ligj dhe në shtëpi. Çfarë bën ti në shtëpi? Dhe një nga mënyrat është kontrolli nëpërmjet televizionit. Televizori ka një kamera. Edhe vetë telefoni ka një kamera që ne nuk e dim, por që na filmojnë. Dhe përveç kësaj, do ndodhë për shembull një tragjedi familjare, buri vret gruana, grua vret burin, djali babana, babai djalin, do gjenden raste se bepet të këtilla, e do thonë, do mbrojmë thonë njerëzit në familje, sidomos gratë. Gratë janë më të pambrojtura, do ngrihen këto feministët, duam kamera në për shtëpi që të mbrojnë gratë, të monitorohet gjithë familja se çfarë bën në shtëpi, se po vrasin gratë tona të mira që kanë, kupton, do ngrihen këto feministët se aq kuptojnë, edhe do fillojnë do thonë, do vjen kamera në shtëpi, në dhoma, në kështu, me përjashtim të banjave. Kupton, pastaj kudo në çdo dhomë do kesh kamera që e monitoron një që është përgjegjësi i pallatit. Ai monitoron gjithë kamerat e pallatit dhe në një server të madh shikojnë çfarë bën ti, si ati, ku shtrihesh, ku flek, ku jeton, si e ndërton jetën tënde gjatë pushimit në shtëpi. Pra në çdo moment do jetë një Big Brother i madh shoqëria njerëzore. Dhe prandaj bëhen dhe këto emisionet Big Brother, që njerëzit të mësohen me këta, që kur t'i vënë ata, njerëzit i kemë parë në këto emisione, e të thonë, mo qa kaja kështu si këto, po, si këto si njerë, po. Edhe të ambientuar me këtë, kupton, dhe do jetë një burg i madh, që ashtu si survejohen të burgosurit në burg, në dhomat e tyre, ashtu do survejohet gjithë shoqëria njerëzore, në qoftë se këta do të arrin. Po unë mendoj që njerëzit duhet të reagojnë, të mos pranojnë eqen e paras, kesh paras. Po është kesh paraja fizike, njerëzit kanë humbur lirin. Se ti pastaj je në dorë të qeverisë, je në dorë të Goliathit të madh që bën çfarë doj me parat tënde. Ka qef ai ti pret ty, ti pret. Nuk të fut në burg ai. Thotë jo, thotë, s'ka nevojë në burg, se burg është këtu, po vetëm është burg i hapur.
Thotë unë s'të fus në burg, pare nuk do kesh, dokumenta nuk do